Përshëndetje të gjithëve, selam aleikum. Sot do të përgatisim recetën tonë të dashur, tradicionale, shëndetlije. Recetat tona tradicionale janë shumë të shijshme. Kësaj herë kam bërë pak më ndryshe, tek brumi e kam fjalën sepse përbërësit e shëndetlisë janë të njëjtë. E kam punuar brumin me duar, ndryshe nga herët e tjera, sepse unë nuk e kam punuar ndonjëherë kështu aq të trash. Zakonisht pra brumin e bëj më të hollë, e punoj me lugë. Kësaj herë thash ta provoj një herë kështu të trash, se nuk e kisha provuar ndonjëherë. Gjithsesi, shumë e shijshme doli, shija e njëjtë ishte pak a shumë se të njëjtit përbërës jam, por jam më shumë tek varianti i parë që punohet brumi pak më i hollë me lugë, jo me dorë. Mua shumë më pëlqen më shumë. Gjithsesi ju e dini vetë dhe bëni ashtu siç keni dëshirë, që jeni mësuar. Le të vazhdojmë punë tani pa humbur kohë. Bismillah. Atëherë, për të përgatitur shëndetlijen do na duhen 5 vezë, 1 gotë sheqer, mjalt, gjalp, arra, kemi arrat, mielli, karafil edhe kanellë. Si fillim do shkrim pak gjalpin, jo shumë, po sa ta zbulusim pak. Do na duhen 200 gram gjalp. Gjalp i freskë, po ka dhe nga ata që nuk ju pëlqen gjalp i freskë, mund ta përgatisim me gjalp tjetër. Po për mendimin tim, sekreti i një shëndetlije të mirë është të bëhet me gjëra të freskëta, pra vezët, mjalti, gjalpi. Pasi gjalpin e kemi shkryer, kemi gati, vazhdojmë tani me vezët. 5 kokra pra. Një të kuq do e lëm që të lym shëndetlijen nga sipër. Kullojmë të bardhën pra dhe marrim vetëm të kuqin. Këtë të kuqin pra nuk do e le të gjithën, do lë më pak, sepse kam frikë se merr ngjyrë shumë. Dhe këtu pastaj do hedhim edhe pak qumësh edhe e lym nga sipër, që mos marr shumë ngjyrë, mos na digjet, sepse veza digjet shpejt. Vazhdojmë rrahim vezët. Vazhdojmë hedhim sheqerin. Vazhdojmë hedhim gjalpin. Këto që shikoni kështu janë copat e gjalpit, se nuk e lash që të shkrihej shumë, pra që të nxehej shumë. Vazhdojmë hedhim mjaltin. Këtu te gota ku kishim sheqerin do hedhim mjaltin. Hedhim 1 gotë mjalt. Vazhdojmë pra hedhim gotën e mjaltit, duke trazuar që të shkrijej. Vazhdojmë tani dhe hedhim miellin, duke e situr gradualisht. Do hedhim një fryrës, ose sod ose fryrës, unë pëlqej më shumë këta baking powder. Do hedhim kanellë. Hedhim 1 lugë kanellë. Karafil do hedhim më pak se 1 lugë. Hedhim karafil, pra një lugë kafe karafil është këtu. Do vazhdojmë ta përzijem një herë me këtë telin. Pastaj do e punoj me duar. Faktikisht nuk e kam bërë ndonjëherë me duar, por dua ta provoj një herë ta bëj të trash, brumin e trash, se më thonë që del shumë e mirë. Shëndetlija don një brum të trash, por unë gjithmonë e kam bërë me lugë, jo shumë të trash, që ta punoj me duar. Kësaj herë do e punoj me duar.
Si që shikoni pra kam hedhur miell përsëri. Do hedhim edhe arrat tani. Edhe do vazhdoj që ta punoj me duar. Vazhdojmë pra tani dhe i përzim të gjitha së bashku. Është një brumë që nuk do punuar shumë pak. Shikoni masën e brumit, kjo është masa brumit. Vazhdoj me hedhin të gjithën këtu në tepsi, nuk e kam përdorur të gjithë mielin. Masa do edhe të shënuara. Diku tek 800 gram do të kem përdorur. 800 ose 700 gram miell, jo më shumë. Do vazhdojmë ta hapim, do e lyjm me vezë dhe sobën e kam ndezur. Soba duhet të jetë gjithmonë e pangrohur. Kur bëjmë sidomos ëmbëlsira, por edhe të kripur, unë gjithmonë sobën e ndes përpara. Tepsia që po përdorim është 35 cm. Këtu tek veza kam hedhur një lugë qumër. Dhe do vazhdojmë pra që ta lyejmë të gjithë shëndetërinë nga sipër për t'i dhënë ngjyrë akoma më të bukur. I bëjmë edhe ca dekore kështu me piru sipas dëshirës, është kjo. Edhe kemi gati pra për ta pjekur. Sobën e kam ndezur, e kam nxjerrë në maksimum. Kur të full shëndetërinë do ul me 220 gradë, sa të marrë një faqe, të filloj të fryhet, pastaj do ul me 180 gradë, derisa të piqet mirë. Pra do e provojmë pastaj me një kunj shishe bafi. E shikojmë një herë shëndetërinë, besoj që është bërë. Po kunji deri thatë dhe është bërë shumë mirë, ka një aromë fantastike nga mjalti, gjalpi, arrat dhe në përzirë gjitha së bashku. Fikim sobën dhe nxjerrim. Gjatë kohës që shëndetëria ftohet, ne do merremi me përgatitjen e shërbetit. Nuk kemi vënë një tenxherë në zjarr edhe do hedhim pak sheqer. 3-4 lugë sheqer dhe e lëm në temperaturë mesatare që të shkry, pa e përzirë, pra e lëm që të shkry avash vetë. Pasi sheqeri ka shkrir, tani do hedhim 1 kg ujë, edhe sheqerin tjetër që na ka mbetur. Për shërbetin do përdorim 850 gram sheqer, pra dhe 1 kg ujë. 150 gram sheqer kemi përdorur këtu, kur kemi bërë brumin e shëndetërisë, edhe 850 gram tek shërbeti, 1 kg do përdorim gjithsej sheqer. Përzijem që të shkri sheqeri, duket shumë i errët, po nuk është edhe aq. Shikoni, kështu është shërbeti, është karamelizuar, se kështu më pëlqen tek shëndetëria. Në momentin që merr val shërbeti, unë e lë 5 deri në 7 minuta që të zihej, jo më shumë. Do lëm pra 5 deri në 7 minuta që të zihej dhe kemi gati që t'ia hedhim shëndetërijes. Vazhdojmë tani dhe ndajmë në racione që ta kemi gati. Sobat i prisni sipas dëshirës, në vajet vogla si doni juve vetë. Tani e fikim shërbetin, pasi kemi lënë që të zihej për 7 minuta. Fikim pra sobën. Dhe do e lëm pak që të pushoj, largojmë nga zjarri, lëm pak që të pushoj 2-3 minuta dhe ja hedhim shëndetërijes. Pra shërbeti duhet jetë i nxehtë dhe shëndetëria e ftohtë, jo plotësisht e ftohtë, por pak e vakët. Vazhdojmë hedhim tani pasi ka pushuar pak shërbeti. Kam hedhur gjysmën e shërbetit, e lëm pak që ta thith të shërbetin edhe hedhim gjysmën tjetër. Pasi e ka thithur pak shërbetin, pra vazhdojmë i hedhim dhe pjesën tjetër që ka mbetur. Edhe do e lëm që të pushoj për 3-4 orë që ta thith mirë shërbetin. Edhe kemi gati. E mbulojmë nga sipër me një tepsi dhe e lëm.
Kjo pra ishte receta dhe për sot e shëndetërisë. Gjysmën e kemi ngrënë se nuk po prisnim dot. E servirim tani. Ta provojmë një herë. Ka dalë shumë e mirë, super, sepse nuk ishte nga të shkonde, gjitha gjërat ishin të mira, të freskëta. Kështu që ju bëft mirë dhe ju nëse e provoni. Ka shumë shije, shumë fantastike.